Kosova dhe mbar hapësira shqiptare u tronditën këtë të hënë kur morën lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të Shemsi Krasniqit, i njohur si Shemi, solisti i grupit legjendar Ilirët, një prej zërave më përfaqësues të muzikës shqiptare. Humbja e tij ka shkaktuar pikëllim të thellë jo vetëm te familjarët dhe miqt, por edhe tek publiku i gjerë që u rrit me këngët e tij. Për ndarjen nga jeta të artistit ka reaguar edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, i cili ka ndarë një mesazh tepër emocional duke vlerësuar kontributin e Shemit në kulturën dhe identitetin muzikor shqiptar. Sot u nda nga jeta Shemsi Krasniqi, Shemi, një zë që ka hyrë në shtëpitë tona pa trokitur, si vokalisti i Ilirëve, ai i dha fytyrë një etape të rëndësishme të muzikës sonë dhe i dha publikut një mënyrë për ta ndier veten bashk, edhe kur ishim larg, ka shkruar Kurti. Kryeministri ka theksuar se interpretimi i Shemit e ka shndërruar këngën në kujtesë kolektive, ndërsa kujtesa në këngë që vazhdon të jetojë brez pas brezi. Ai ka veçuar veçanërisht këngën ikon Xhamadani Via Via, e cila për dekada me radhë është kthyer në simbol identiteti dhe bashkimi për shqiptarët kudo që ndodhen. Me interpretimin e tij kënga u bë kujtesë dhe kujtesa u bë këngë. Xhamadani Via Via u dëgjua e u këndua si shenjë e identitetit dhe bashkimit për shqiptarët kudo, thuhet mëtej në reagimin e Kurtit. Sipas të parit e qeverisë, humbja e Shemit na rikujton se sa të rrallë janë artistët, që nuk janë vetëm krijues arti, por shndërrohen në gjuhën e përbashkët të emocionit dhe shpirtëror për një popull të tërë. Në këto çaste e kuptojmë edhe më shumë se sa rrallë lindin zëra që nuk janë vetëm art, por janë gjuhë e përbashkët, emocioni shpirtëror, ka shkruar ai. Kurti ka shprehur ngushëllime të sinqerta për familjen e artistit, miqt, bashkëpunëtorët dhe gjithë publikun që e deshi dhe e vlerësoi Shemin gjatë gjithë karrierës së tij, sepse kur ikën një artist i tillë, pikëllimi është mbar kombëtar, ka theksuar ai. Në fund të mesazhit, kryeministri u ka bërtirje të gjithëve që ta nderojnë figurën e Shemit, duke mbajtur gjallë kujtimin dhe mirënjohjen për veprën e tij. Disa zëra nuk mbarojnë me një lajm, ata vazhdojnë sa herë që një këngë ngrihet si flamur në zemër. Ashtu do të dëgjohet përsëri Shemi jon, Xhamadani, këngës e i shpirtit, ka përfunduar Kurti.